Përshëndetje dashur miq. Dua të bëj një sqarim më shumë në këtë video mesazh sot, për faktin se shumë miq të njohur dhe të banjohur më kanë shkruar edhe në privat për faktin që po e luftoj, domethënë në një farë mënyrë, figurën e Florit. Sepse më thonë që e quaj një njeri që si ata thonë, po për mua është reale gjithçka që them dhe me fakte. Madje qëndroni deri në fund dhe në fund fare dhe qeshia mbi tort. Tani, nuk mund të quhet një do flasim me argument, jo të flasim si njerëz që na kanë mbyllur syt këta mrokullat e 35 vjetëve dhe nxjerrin sa herë këta e shohin veten në vështirësi, nxjerrin dikë. Shikoj tani çfarë do të kujtoj sot. Në 2000 kur ka hedhur kandidaturën për kryetar bashkie Edi Rama në Tiranë, e sollën si njeriu e pavarur nga forcat ose nga shoqëria civile. Por nuk ishte i pavarur, ishte i varur, madje ishte shumë i varur. Por e morën si një figurë që mund të mposhte PD-n. Tani historia ripërsëritet sot mbas 24 vite që nga 2000 deri sot ripërsëritet, sjellin Florianin nga shoqëria civile, njeri me një reputacion në shoqërinë shqiptare, dhe këtë nuk e mohon, një reputacion në kuptimin e fjalës që është një aktor që shqiptarët e adhurojnë, kanë dëgjuar me vëmendje dhe bravo qoftë për aktrimin dhe artin që ka. Por deri këtu. Tani nuk dua të zgjatem shumë. Ai u ftua tek Grida Duma, por në momentin kur ju përmendën shumë emra apo dhe oligarkët aty për të thënë që a do të flasësh për ta, apo a do të ndihmohesh nga ata në fushat, ai u përgjigj jo, por me emra nuk u përgjigj dhe në një moment tha që nuk do merremi me këtë punë. Dëgjoj tani. Flori, aty e di si mu duke si Sali Berishës kur i shtrëngojnë dhëmbët në 4 anë dhe zdi çfarë thotë dhe thotë ka të shprehjen që ja bën kështu. Ma thoj dhe një se s'të kuptova dhe ti kështu në këtë gjendje ishin. E ke bën re sa herë Saliu ma thoj dhe një se kuptova e thotë. Çfarë? E bën me një farë ironi, edhe ti në të grad ishe. Tani atë qeshin mbi tort dhe nuk do zgjatem shumë. Prandaja këtu nuk kam dalë për të bërë atë përballjen si një antar i një subjekti tjetër për të luftuar ty që shiko, jo. E bëj se që të sqaroj që të gjithë. E bëj këtë se ti nuk përmend asgjë as për oligarkin, as për kullat si janë ngritur në Shqipëri, as për hapësirat dhe as për gjë. Thjesht thua, por akoma ty nuk ta ka përgatitur programin Sali Berisha që të flasësh, dhe mos thoj që nuk ja kam numrin, dhe mos thoj që nuk e njoh as këtë as atë, dhe të vetmin që ke dalë dhe ke thënë që falenderoj Adreti Klapën. Ta falenderosh, shumë mirë bën, e ke bashkëpunëtor në krijimin e një subjekti të ri, por ti u tërhoqe sepse ty të kanë premtuar që një ditë
do drejtosh dhe do marrësh timonin e PD-s, sepse je figura, siç po thonë që të gjithë, që po bashkon të djathtët. Dhe një ditë, këtu mbajeni mend, kjo ishte dhe ajo bomba që unë do plas dhe jam i pari shqiptar që e them. Këtu do jeni dhe do ma mbajeni mend. Florian Binaj do drejtoj një ditë timonin e PD-s, mbas 2 vjetësh, mbas 6 muajsh, mbas disa kohësh, por t'jeni të sigurt sepse është njeriu që është zgjedhur nga Sali Berisha dhe nuk është e rastësishme që ky të jetë kaq bashkus i së djathtës. Kjo tregon realitetin. Me pak fjalë, Zelenski i Shqipërisë është Florian Binaj dhe shikojeni historinë e Zelenskit, është e njëjta siç po vepron dhe Florian Binaj sot. Unë të respektoj si njeri i artit der aty, por tani që je implikuar në politikë, ti nuk je i pavarur, ti je i varur dhe je shumë i varur. Ja që i varur sa nuk e gojë të flaset, dhe po të shikoje, fjalët e tua, tek Grida Duma, tregonin një, tani, me që je njeri i artit, po të them, ato orën kur e kurdis dhe e vej në infaroj, pastaj fillon të cingërli, dhe ti ashtu ishe. S'kishe çfarë thoje me thënë ishte një prononcimi joti në mediat, më bajat nuk mund të ishte për një njeri që do të drejtoj një nga bashkit më të mëdha në vend. Dhe aq më shumë, bashkinë në një metropoli. Kështu që ti aty nuk fliset dot as për oligarkët, as për asnjë, as me emra, as me mbiemra, sepse nga ata do financohesh miku im, që të shkosh të drejtosh PD-n një ditë. Dhe ti do jesh Floriani që do drejtosh PD-n sepse do bashkosh të djathtën. Këtu është pikësynimi. Dhe mbajeni mend këtë, kjo video do ekzistoj, nëse s'ndodh kështu. Këtu do jemi dhe do dëgjojmë gjërat. Ju përshëndes dhe ju uroj shëndet.